qytetarët e Rovecit e dinë çfarë kryetari kanë. Secili në për gjitha panelet e kanë pas një farë dileme për Klinën. Po, fakt ka qenë një farë dileme, se është tënë se janë tre parti në garë. Absolutisht. Kështu ka qenë opinioni, po. Në disa vene e kom thonë që karakteri i profesorit Zenun Elezaj, kryetarit Elezaj, është i tillë që ka me i befasu tonë. Edhe i ka befasu tonë, është bindshëm përpara, është e pashmangshme. Në Junik jemi në garë tash, kemi shku në balotazh. Nëse më lejohet një pyetje një unik, çfarë ka ndodhur? Se ne kemi një vendim supremes që e ka kthy vendimin e Pezapës dhe ka kërkuar që më urshiku. Nga ana juaj si parti, çka saktësisht ka ndodhur? Çka ka qenë problemi? Ajo që ka ndodhur në unik është që në momente të caktuara para ditës zgjedhjeve, shumë qytetarë të komunave tjera, për Unikun seriozisht shumë. Edhe nëse janë 400 se Uniku është komunë pak më e vogël. 400 vota janë seriozisht shumë në Unik. E kanë ndru vendbanimin në momentet fundit për me votu në Unik. Ka raste në cilat, siç më është interpretu mu, që në një shtëpi vetme 40 persona komunave tjera e kanë regjistru adresën, në cilën nuk jetojnë. Edhe kanë dalë me votu. Këto janë vepra serioze penale. Për pos që janë vepra penale për ata që kanë votu, është edhe tepër jo ferbre, duhet me qenë shumë i pandershëm dikush me provu me i marrë zgjedhjet në këtë mënyrë. Unë e thash në fillim, na jemi politikan, na shtyhem në debate, shtyhem pak me bryla, po ekziston një limit se çka përdorë në politikë për me i fitu zgjedhjet. Nëse dikush është në gjendje me manipulu kaq shumë vetëm për me u bë kryetar komune, besoni që këtë qeverisja ka me i shku manipulative. Se po tregon në start, këtë në fillim po tregon që nuk e ki fort problem me mashtru. Njerëzit që zgjedhen duhen me tregu, me dhon modelin në fillim, kur janë nisin me mashtrime, me çpifje, me manipulim të votave. Besoni që ka me i shku dhe qeverisja asisuj. Se nuk po ju vje marrë me bo këto punë. Kur nuk të vje marrë me 10 vota, po ju garantoj që nuk ju vje marrë me bo kur gjo, edhe nuk po flasë vish për Unik. Po flasë për këtë komunat e Kosovës, po flasë për nivelin nacional, po flasë për ku të dëni. Kuj nuk i vje marrë me 10 vota, s'ka me ardhë marrë me 10, qa do qoftë. I ki dhe 4 vjetë zoti Gjini që po je shumë i sigur që i keme pasë një mandat. Qka pas 4 viteve? Synon me garu prap zoti Gjinin Gjakov, apo ka plane tjera? Ma të mëdhaja, kësha me thonë. Do shta me u këthy në Prishtinë pa? Unë jam të e lyp, e kom bo publike edhe pse nuk është tipike për politikanë, edhe nëse mendojnë nuk e thojnë se i ka disa, i prodhon disa problematikat vetat kjo qa po thom tash, unë e kom bo publike që jam të e lyp mandatin e fundit në komunën e Gjakovës. Jam të e lyp edhe 4 vjet, edhe e di sakt qa kom e bo 4 vjet. Du me i leon në Gjakovës diçka edhe ma shumë, besoni që ka me qenë totalisht model, veç është model. Du me përfundu ciklin e transformimit në Gjakov, edhe me leon një komunë fantastike, edhe në fshat, edhe në qytet. I kom projektet, e di qa du të me bo. Mas 4 viteve, nuk garoj për kryetarët komunës Gjakovës, për disa arsye, janë shumë arsye. Po ju flas veç për arsyet praktike. 12 vjet janë mjaftueshëm sipas Tony Blairit in The Leadership. Optimumi është 12 vjet. Bila ai thot 8 janë pak, 12 është optimumi, për me bo transformim total nashta duhet 16. Ka të shkrume. Nuk besoj që duhet 16. Unë besoj që për 12 vjet ka me përfundu transformimin total të komunës Gjakovës për të mirën e njerëzve që jetojnë aty. Me bo një komunë atraktive, ku njerëz nuk kanë me ik e tjera. E di që kom me bo, e kom shpalos. Arsyeja tjetër është që po si pas gjitha gjasave, unë kom për një kohë caktuar me ndjek karrierën në nivelin nacional. Mas 4 viteve, besoj që kom me ndjek. Qa ka me ndodhë me atë karrierën nuk e di, se kërkush s'mundet me e dit, po unë kom me ndjek. Kom me ndjek, pa tjetër. Edhe këto janë planet. Unë menoj po ashtu që në 4 vitet që vinë, Gjakova ka me qenë në binar pakthim. Pakthim në kuptimin poster për para. Shpejtësit mujnë me qenë të ndryshme. Se unë e di, mundet me ardhë një kryetare ose kryetare mas meje, që është edhe ma agjilë se unë, është edhe ma i shpejt.
Dikush është ma i gadalshëm, kënë regull, ndrojnë. Amo jo me ndru kursi. Jo me ndru kursi.